Allahu t'i takon pasuria, fuqia dhe lartmadhëria. Gjithçka është pronë e tij. I kujt është pushteti sot? I Allahut, i atij që është një, i fuqiplotit. Allahu është bamirësi dhe mbrojtësi. I tij është pushteti absolut. Po ashtu nga ai të vjen shpëtimi, pasurimi me dashuri dhe vepër të frutshme. Dhe çdo të mirë që keni, ajo është prej Allahut. O Zoti ynë, na i zbut zemrat, na shndro të merrin e brengave në hare, na bëj sy pa trembur kur na ka plon frika. O Zoti ynë, freskoj shpirtrat tanë me bindje të paluhatshme dhe shuaje prushin e shpirtrave të ndezur me ujin e besimit. O Zoti ynë, largoje prej nesh mërzin dhe pikëllimin, lëshon mbi sytë tanë të friksuar siguri, mbi shpirtrat e shqetësuar qetësi dhe hapi dyert e zgjedhjes me shpejtësi. O Zot, mundsoja syve të mi ta shohin dritën tënde dhe të devijuarit ta gjejnë rrugën e drejtë. O Zot,